Kjo është një pajisje që hakerat e përdorin për me kriju wireless free të rreshëm dhe qëllimi i tyre është për me vjedh pasvorda. Jemi në sheshin e Prishtinës, edhe shpesh herë e gjejmë vetëm pa internet dhe dëshirojmë të kyçim me një wireless free, po cili është rreziku nga ky wireless. Tash do të demonstrojmë se si kjo pajisje praktikisht funksionon. Na kena kriju një wireless të rreshëm me emrin Vala Free. Arsye pse kena bë këto është se Vala si provider internetit është i besueshëm për qytetarët e Kosovës. Sulmuesi mund me kriju një wireless të tillë me emra ndryshme, qoftë emrin të hotelit, të aeroportit, do një institucioni publik, por faktikisht kjo është e rreshme. Tash mund të shihni se si një person mund të bje grasë këtij lloj sulmi. Kur dëshiron të kyçet në Wi-Fi, i del Vala Free si Wi-Fi, klikon dhe provon të lidhet. Momentin kur lidhet, ju shfaqet një vefaqe ku kërkon kredencialet e një mediumi të caktuar. Në rastin ton është gmail.com. Kjo vefaqe mund të jetë edhe tjetër, mund të jetë Instagramit, Facebookut, faqja e qeverisë, faqja e hotelit apo çfarëdo qoftë tjetër. Viktima shkruan username dhe passwordin e vet dhe provon të lidhet në internet. Pastaj aplikacioni e shfaq lidhen në internet, mirë po fatkeqësisht për viktimën interneti nuk ju bën dhe kredencialet, username dhe passwordi ju kanë vjedhur. Këtu mund të shihet se viktima ka shkruajt emailin filanfisteko@gmail.com dhe passwordin test. Sulmuesi mund t'i merr to kredenciale dhe të futet në Gmail. Disa mosa mbrojtëse ndaj këtij lloji sulmi është: mos përdorni internet falas publik. Nëse dëshironi të përdorni, mos japni kredenciale, si username dhe passwordi. Gjithmonë përdorni internet 3, 4 ose 5G nëse keni mundësi. Nëse udhtoni, përdorni eSIM dhe internet përmes eSIM-it. Kjo video është demonstrim për çështje edukative dhe përdorimi i kësaj teknikës ose vjedhjen e informacioneve është vepër penale dhe dënohet me ligj në Republikën e Kosovës. Shënjestër.net